ishte një vetëdijsim të lartë, sepse armët janë në kazerma, janë armët në polici dhe jo në duart e qytetarëve. Prandaj edhe sot në Shqipëri, Kosovë, të ditë vrasje. Jo vetëm kjo, po edhe veshjet e femrave nuk ishin korrekte, serioze, jo siç jemi mësuar të shohim atje në Kosovë, Shqipëri, Ballkan, Evropë, me veshjet e egzageruara, provokative dhe ekstravagante. Jo, zoti Maliqi, nuk i lejoj të flisni kështu për gratë shqiptare, të cilat unë mendoj se vishën më së miri, në fakt. Disa, unë kam përgjithësi. Na tregoni detaje të tjera sa i përket vizitës tuaj në Kinë, për gratë sot nuk lejohet të flitet, sepse ato vishën ashtu siç e kanë, siç ua do qefi. Si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoni, e të tjerë. Po, jo të egzagerua gjanat, lutem. Si që thash, me lartë delegacioni ynë gazetarë botror nga OKB-ja, Gjeneva, jemi pritur nga ambasadori shqiptar Iza Pota në Pekin dhe ai Zvicrës Tuhani Pesaloci. Sikur Zvicra ashtu dhe Shqipëria kanë marrëdhënie të mira me Kinën, sidomos në fushën ekonomike dhe kulturore. Megjithëse Zvicra është më e pranishme se sa Shqipëria në Kinë. Ekonomikisht ashtu edhe me njerëz. Për shembull, mbi 1000 kompani zvicrane janë sot në Kinë, janë mbi 2600 zvicranë që jetojnë në punon në Zvicër. Kurse shqiptarët nga Shqipëria në Kinë janë të vendosur marrëdhënie derisa të vite kurse në Shqipëri kemi shumë pak kinezë. Kurse në Kinë kemi një numër po ashtu të vogël të shqiptarëve, edhe dyqinësisht, edhe pse shqiptarët nuk kanë probleme viza. Bili këm taku këtu pasën Kosova, se sa nga Shqipëria. A ka atje Kosovar që jetojnë në Kinë, punojnë atje? Po, edhe shqiptar kishte student, një 5-6 student, dhe në 10 më tanën, por shumica ishin biznismen të cilët vinë me ble, sidomos nga Kosova, me ble heker, kabla, gjëra plastikës, edhe armatur, edhe interesant është kjo, tel, po ndërtimtari. Kur është fjallat e marrëdhëniet, siç e dini me Shqipërinë, shoh të 5 vjetori është vendosur marrëdhënie diplomatike miqësore të përjashme Shqipëri-Kinë. Shqipëria e njohu Kinën dhe vendosi marrëdhënie me njëherë pas falljes së Republikës Popullore të Kinës.